Miqtë e mi, përshëndetje. Të gjithë ne nuk e vlerësojmë edhe aq shumë shqisën e të parit, derisa një ditë e humbasim. Por shqisa e të parit nuk është njësoj me të qenit një njeri me vizion. Personazhi i historisë të sotme mori një vizion nga Perëndia, pikërisht në momentin kur rrezikonte të humbiste të parin. Kjo u bë e mundur sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Mami, më është futur në sy një grimc nga lënda kimike me të cilin po spërkatën pemet e qitros. A ma pastron dot? Po shkoj të marr qumshtin, bir. Më djeg shumë. Shpresoj të mos I spërkasin pemët me këto lëndë. Po kjo është mënyra e vetme për të vrarë insektet. Shtriu dhe mbaje kokën më njan? Je më mirë? Jo, ndjej që është prap aty. Ashtu. Po, unë ta shoh. Është një shtres e bardhë shumë e hollë. Po tani ç'të bëj, mami? Bëj mirë të shkojmë tek një okulist. Mbase ai do të ta heq. Po ndihni të lirë nga prangat të radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 361. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. E hoqë atë shtresën e bardhë në syri. Por prap mund të ketë dëmtuar shikimin tënd. Jo, mos më thuaj që do të dërbohem. Unë hodha një ilaç për të neutralizuar lëndën kimike. Edhe do të vendos një fash në sy. Dua që të qëndrosh në një vend të errët, larg dritës për një javë. Mund ta bësh këtë? Po, zotëri. Nëse kjo I bën mirë syrit tim, ktheu pas një jave dhe do të shohim. Personazhi I historisë të sotme ishte 19 vjeç kur kjo gjë I tërhoqi vëmendjen. Kjo është historia që tregon se në çfarë pike e çoi kjo situatë dhe se si reagoi ai, duke ndryshuar drejtim. Është pjesa e parë e dëshmisë së vërtet me 2 pjesë të David Wingate, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Mami, në spital kam lindur unë? Jo, bir. Doktori I fshatit erdhi në fermën ku jetonim. Ai na mori $15. $15 për të sjellë në jetë një fëmijë? Kaq pak? Kështu ishte atëherë, ne nuk kishim para. Dhe ai vdiq para se të kishim mundësinë ta paguanim. Kjo të bën të dukeshim mirë për asgjë. Në atë kohë baba yt fitonte vetëm 25 cent në ditë. 25 cent? Atëherë ishte president Hoover në pushtet. Njerëzit fajsonin ato për jetesën e vështirë. Ne mendonim se periudha e depresionit të madh nuk do të përfundonte asnjëherë. Shumë e vërtet. Ja përse u shpërngulëm këtu në Georgia. Unë kam menduar se do të kishim më shumë mundësi pune se sa në Alabama, por është ende e vështirë. Aq më tepër kur bëhet fjalë edhe për luftën. Po të më pyesnit mua, mendoj se kjo luftë nuk do të marrë fund kurrë. Bir, kam një ide. Ne të dy duhet të bëjmë një jetë më të mirë tani. Duhet të merremi me prodhimin e paligjshëm të pijeve alkolike. Më duket se po flet për vetëtimin e bardhë. Djemt në shkollë flasin shumë rreth saj. Pikërisht për atë po flas. Çmimi është I lartë tani sepse të paktë janë ata që e përgatisin. Kjo për shkak të arrestimeve të shumta të kontrabandistëve. Por babi, edhe ne mund të na kapin dhe të na fusin në burg. E po unë di një mënyrë se si kjo të mos ndodh. Si? Oficerët e policisë vazhdojnë kërkimet e lambikëve të uiskit përgjatë përrenjve dhe lumenjve. Sepse duhet ujë apo jo? Po. Duhet shumë ujë për të bërë distilimin e alkoolit nga misri. Ne të dy mund ta vendosim lambikun tonë në mes të atij pylli të madh. Oficerët nuk kanë për të kërkuar asnjëherë atje. Babi, nëse lambiku ynë nuk gjendet pranë përrojit, atëherë si do të mund të gjejmë gjithë atë ujë që nevojitet për distilim? Kam menduar edhe për këtë. Do të gërmojmë një pus. Po sikur njerëzit të na vënë re tek lëvizim lart e poshtë? Ne do të punojmë natën. Atëherë më thuaj se çfarë duhet të bëj dhe do të ndihmoj me kënaqësi. Shumë mirë. Unë nuk po gjej dot një vend pune ku të paguhem siç duhet bir. Ndaj duhet të bëj diçka që të mbaj familjen gjallë. Çfarë mendon se do të thot mami për këtë? Me siguri nuk ka për t'i pëlqyer dhe për momentin nuk do t'i tregojmë asgjë.
Isha 14 vjeç në vitin 1944, kur i madh vendosi të merrej me prodhimin e paligjshëm të pijeve alkolike. Ai vazhdoi përpara me planet e tij dhe si djali i madh i shtëpisë ndihmova. Unë kisha një motër dhe 2 vëllezër më të vegjël. I madh kishte nevojë për para që të ushqente familjen e tij. Ai provoi punë të ndryshme, por asnjëra nuk i jepte mjaftueshëm. Ja ku mbaroi edhe kjo punë, David. Dhe të mendosh që nuk na u desh shumë kohë. Po pra, pjesa më e vështirë ishte gërmimi i pusit. Edhe sa kohë duhet që të jetë gjithçka gati? Edhe një javë. Unë do të vi çdo natë që të shoh nëse ndonjë gjë shkon gabim. Shpresoj që askush të mos kaloj këtej. Ato them edhe unë. As ti mos i sill shokët e tu që ta shohin këtë, dëgjove? Sigurisht që jo, babi. Po mami, do t'i tregosh? Do t'i them sapo të shes dorën e parë. Ja, merri këto, Vera May. $25. Ku i mori gjithë këto para, Robert? Unë dhe Davidi kemi hapur një biznes këtu afër. Çfarë lloj biznesi? Provojmë pije alkolike në mënyrë të paligjshme. Robert, ai është shumë i vogël për të marrë me gjëra të tilla. Ai nuk do të shes edhe nuk do të shpërndaj gjë. Kjo është puna ime. Dhe do të shesim vetëm me shumicë. Kështu që nuk do të kemi klient që do të na trokasin në derë. Sidoqoftë, nuk më pëlqen, Robert. Është e rrezikshme. Atëherë ma thuaj ti ku do t'i gjejmë parat për këtë shtëpi. Unë kam bërë gjithë shka kam mundur, ti e di këtë. Me këtë luftë nuk do të mund të gjej një punë për të qenë. Mirë pra, por duhet ta ruash djalin. Dëgjove? Dhe mos lejo që ai ta pijë atë gjë. Unë e provova një herë alkolin, por nuk më pëlqeu. Një herë në javë për një vit rresh babai më zgjonte në mesnatë dhe më thoshte: "Është ora për të filluar. Pula e plakur është gati për të dalë nga koteci." Kjo tregonte se duhet ta ndihmoja me distilimin e alkolit. Në orën 4 të mëngjesit ne ktheheshim në shtëpi pasi kishim prodhuar 19 litra alkoli. Për çdo 3 litra klienti na jepte $5. Ishte gushti i vitit 1945. Robert, duhet të heqësh dorë nga i biznesi paligjshëm para se të jetë shumë vonë. Të heq dorë? Por ne tani kemi filluar, Vera May. Dhe po na ecën kaq mirë. Por do t'ishte shumë keq nëse do të kapnin. Por më keq akoma nëse do ta kapnin dhe Davidin. Ai është vetëm 15 vjeç. Dëgjoj, në një mënyrë apo në një tjetër duhet ta fitojmë bukën e gojës. Po, por jo kështu dhe jo me djalin. Mbase po shkova në Florida, Xhaxha Bobi do të më jap ndonjë punë në fermën e tij ku ka baxhën e qumshtit. Por kështu do të duhet të shpërngulje gjithë shtëpinë. E di, me paratë që kam fituar mund të blej një kamionçin dhe do t'i lëvizim të gjitha gjërat një herësh. Shumë mirë. Do të shkojmë ku të duash ti. Mjaft që të heqësh dorë nga ky biznes. Kjo ishte hera e parë që nëna i doli në krati Medi. Dhe në fund të gushtit të vitit 1945, pasi përfundoi lufta e dytë botërore, babai bleu një kamionçin të zbuluar në pjesën e pasme. Ai na shpërnguli bashkë me gjërat në Florida. Vëllai im i vogël u ul përpara me prindrit, dhe ne të tjerët u ulëm mes plaçkave në pjesën e pasme të kamionçinës. 18 orë më vonë arritëm në fermën e xhaxhait tim. U regjistrova menjëherë në shkollën e mesme të Bartowit. Fillimisht jetuam pa paguar qira. Më pas i mat gjeti një shtëpi. Si të duket ky vend, Vera May? Më pëlqen shumë, Robert. Ishte me çmim të leverdisshëm. $1,000 për shtëpinë dhe për 3 akër tokë. Vërtet? Ku do t'i gjejmë kaq shumë para? Tek puna e re në minierën e fosfatit fitoj mjaftueshëm. Shiko, qen ka një kish pranë shtëpisë tonë. Nuk kemi jetuar asnjëherë kaq pranë kishës. Besoj se të dielave do të mund të shkojmë në shërbes. Ti po deshe shko, por unë nuk jam i interesuar. Babi, po una mund të shkoj në të njëjtën shkollë? Jo, bir, nuk mundesh. Kam dëgjuar se shkolla ku je i përket qarkut Winter Haven. Por unë tashmë kam filluar të ndjek shkollën në Bartowi. Kush tha që duhet të mbarosh shkollën? Unë vetë nuk e kam mbaruar. E po unë dua të jemi pari në fisin ton që merr diplomën e gjimnazit. Po më pyet e mua është humbje kohe. Tani mund t'i futesh punës edhe të fitosh para. Çdo ditë duhet të udhtoja 1,5 kilometër me bicikletë për në fermën e xhaxhait, vetëm që të mund të shkoja në të njëjtën shkollë. Kjo zgjati 2 vjet. Brenda një viti mbarova 2 vitet e para të gjimnazit. Dhe të njëjtën gjë bëra me 2 vitet e fundit.
Unë isha pjesë e ekipit të atletikës dhe isha mbushur plot me krenari. Rrallë herë shkoja në kish me nënën, sepse indiferentizmi i Timeti ishte bërë pjesë e imja tashmë. Muaj i prill erdhi dhe unë po përgatitesha që në qershor të diplomohesha. Mami, përse është ngritur ajo tenda para kishës? Do të vi një ungjilltar. Do të vish me mua motrën dhe vëllezrit e tu në shërbes? Jo. Pas 2 javësh do të kemi një garë të rëndësishme në shkollë. Duhet të qëndroj në formë. Këtë javë do të mbajnë çdo ditë shërbesa, David. Mund të vish të paktën tek njëra. Nuk dua të merrem me fen, mami. Po babi do të vi? Jo, edhe nuk pres që ta bëj. Kureshtja bëri të sajën. Dhe pavarësisht krenarisë së arritjeve të mia dhe mendimit se vetëm njerëzit e dobët shkojnë në kish, unë vendosa të shkoja në një nga takimet që do të bëheshin në atë tendë. Ula në fund dhe për herë të parë në jetën time dëgjova ungjillin, duke qenë se asnjëherë nuk e kisha dëgjuar në kish. E kuptoni që të gjithë ne kemi mëkatuar. Nuk ka asnjë të drejtë në sytë e Perëndis, as edhe një. Biblia thot, jemi të gjithë si një gjë e papastër dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobë ndotur. Po fish kemi të gjithë si gjethe dhe paullësitë tona na çojnë larg si era. Ju nuk e shpëtoni dot vetëm. Nuk mund të bëheni të mirë aq sa duhet për Perëndin apo për parajsën. Duhet jeni të përsosur. Po ju e dini që askush nuk mund të bëjë një jetë të pamëkat. Vetëm dikush e bëri këtë dhe ky ishte Jezus Krishti, biri vetëm lindur i Perëndis. Tek letra e Romakëve kapitulli 6, vargu 23, Biblia thot gjithashtu, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus, Zotin ton. Po te kjo letër, por në kapitullin 5, vargun 8 thuhet, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Te kapitulli 10, vargu 9 thuhet, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, edhe po të besosh në zemrën tënde që Perëndia ringjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Të rrëfesh, do të thot, të thuash të njëjtin gjë. Të biesh dakord me Perëndin për atë që Jezusi është shpëtimtari. Ai vdiq në vend të mëkatarëve, edhe u ringjall prej së vdekurish. Shpjegimi i tij ishte aq i qartë, sa fillova të mendoja rreth krishtërimit dhe shkova në çdo takim mbrëmjeve. Atë javë shumë e pranuan Krishtin në jetën e tyre. Por unë hezitova, megjithse nuk i harrova dot fjalat e predikuesit. Të premten mbrëma ungjilltari solli në tendë një kamzhik dhe një kryq. Me kamzhikun godiste shtyllën kryesore të tendës. Më pas ai e mori kryqin mbi shpinë dhe u nis drejt altarit të tendës, për të treguar që para se të kryqëzohej në kryq, Jezusi e mbajti atë në shpinën e tij të gjakosur. Ky kryqëzim ishte ngjarja kryesore e planit të Perëndis për shpëtimin e mëkatarëve. Perëndia e planifikoi vdekjen e birit të tij si ilaçin e vetëm për mëkatin e njerëzve. Tek Veprat kapitulli 2 vargu 23, Biblia thot se ai u dorëzua nga njerëzit sipas këshillit të paracaktuar dhe të paranjohur të Perëndis. Dhe sipas letrës së Pjetrit kapitulli i parë, vdekja e tij ishte paracaktuar përpara krijimit të botës. Profeti Isaia shkroi, por i pëlqeu Zotit ta rrihte dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë pasardhje. Do të zgjas ditët e tij dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Me anë të vdekjes së tij, ai na ofron jetë të re. Jezusi tha, nëse kokra e grurit e rënë dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes, jep shumë fryt. Ndërkohë që shkova në shtëpi atë natë, u mendova gjatë rreth atyre që dëgjova. U shtriva me shumë pyetje në mendje. A ishin të vërteta ato që tha ungjilltari? Nëse po, çfarë kuptimi kishin për mua? Në mesnat nuk munda ta kundërshtoja më frymën që më bindi për mëkat. Kështu që u luta. Perëndi i dashur, tani e pranoj që jam mëkatar dhe pendohem për mëkatet që kam bërë kundra teje.
Unë vi tek ti me gjithë zemër për të pranuar Jezusin si shpëtimtarin tim. Unë besoj në vdekjen dhe ringjalljen e tij si ilaçin kurues të mëkatit tim. Me besim e pranoj premtimin tënd dhe të falenderoj për Jezusin që vdiq për të më shpëtuar. Në emrin e tij lutem. Amen. David, do të vish me ne në kish këtë mëngjes? Sigurisht që po, mami. Jam shumë e gëzuar që ke filluar vjen me ne, që nga koha kur erdhi ungjilltari. Atë natë kur u bë thirrja për të bërë lutjen e shpëtimit, kur erdha në shtëpi u luta që ta pranoja Jezusin si shpëtimtarin tim. Lavdi Perëndis. Ne të gjitha të javë jemi shpëtuar, përveç babait tënd. Unë po lutem për të, mami. Edhe unë. Ka edhe diçka tjetër që dua të them. E mban mend garen e vrapimit që kisha me ekipin tim, kur fituam dhe thyem rekordin e këtij vendi në vrapim 800 metra? Po si nuk e mbaj mend? Jam shumë krenare për ty, bir. Para se të fillonte vrapimi u luta dhe i kërkova Perëndis të më ndihmonte, që të fitoja pikë për skuadrën. Pastaj dola i dyti. Ai ju përgjigj lutjes tënde. Po, dhe më pas e falenderova. Unë vazhdova të shkoja në kish dhe 6 javë pas shpëtimit mora diplomën e gjimnazit. Në shtator mbusha 17 vjeç. Fitoja para duke prerë barë dhe duke mbledhur fruta. David, do të mbledhësh portokalle nesër? Jo, babi. Nesër është e diel dhe unë nuk punoj të dielave. Nuk punon? Pse? Sepse është dita e Zotit. Ai dëshiron që ne të pushojmë dhe ta kalojmë ditën me të. Të shkojmë në kish dhe të qëndrojmë me njerëzit e tij. Kisha nuk të jep as para e as ushqim për të ngrënë, djalosh. Kisha është trupi i Krishtit. Ne jemi kisha. Të po e kuptoj tani që po studioj Biblën. Për mua është humbje kohe. Pavarësisht talljeve të Timeti, unë refuzova të punoja të dielave dhe vazhdova të shkoja në kish. Pasi kaloi më shumë se 1 vit nga koha kur u shpëtova, unë u pagëzova dhe u bëra antar i kishës pranë shtëpisë. Pastori më mirëpriti para antarëve me një kërkesë. Miq, le ta mirëpresim vëlla Davidin. Ai ka ardhur rregullisht në kishë dhe ka qenë një shembull besnik për trupin e Krishtit. Do të doja ta zgjidhja atë si administrator të shkollës së të dielës. Vëlla David, përveç përgjegjësive të tjera, a mund të na japësh një mesazh të shkurtër të dielave në mëngjes? Nuk ka rëndësi se tek cili pasazh të flet Perëndia. Një mesazh biblik? Do të japësh mësim nga Bibla tani? Sigurisht që po, babi. Unë do të zgjedh dhe do të shpjegoj vargjet. Madje një mesazh e kam gati. Pa shiko, ti je i pari në fisin ton që ka mbaruar gjimnazin dhe tani je po i pari që mban shërbesa në një kish lokale. Mbase Perëndia ka plane për ty, David. Nuk e di, por më pëlqen shumë të përgatis mesazhe biblike. Njerëzit thoshin se shpjegimi i vargjeve i ndihmonte ata ta kuptonin më mirë Biblën. Perëndia më përgatiste për punën e jetës sime, por në atë kohë nuk e kisha kuptuar. Nëse të mërkurave apo të dielave mbrëma kisha takime të dashurën, unë e merrja atë në kish. Pas një shërbese e çova në stadium ku kisha fituar me ekipin tim. Pikërisht këtu qëndrova dhe i kërkova Perëndis të më ndihmonte me vrapimin. Ti e bën Zotin të duket shumë i vërtet, David. Po, ai është i vërtet, Molly. Jezusi u ringjall prej së vdekurisht dhe jeton në përjetësi. Ai është burimi i jetës. Prit të tregoj se çfarë thot Bibla për këtë. Por a e lexon dot me kaq pak dritë? Është mjaftueshëm. Dëgjoj çfarë thuhet në Bibël. Sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndis. Dhe paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus, Zotin ton. Jezusi vdiq në vendin ton që të paguante për mëkatet që ne kemi bërë. Perëndia na pranon vetëm përmes sakrificës së Krishtit. Ti nuk bën asgjë për ta fituar parajsën, Molly. Është dhuratë. Vetëm beso që Jezusi vdiq për ty. Më kupton? Po, të kuptoj shumë mirë. A do doje që të faleshin mëkatet? Të pastroheshe në gjakun e Jezusit? Po, dua. Ajo u lut atje në fushë dhe e pranoi Krishtin si shpëtimtarin e saj. Një natë i kërkoi nënës që të vinte me ne në kish.
Në fund të shërbesës, molli u përlot dhe ju përgjërua nënës së saj që të bënte lutjen e shpëtimit, por ajo refuzoi. I çova të dyja në shtëpi dhe ula në divan mes tyre. Kur e pyeta nënën e saj pse refuzoi ta pranonte Krishtin, ajo tha se nuk kishte nevojë ta bënte. Kështu që ndava me të disa vargje nga shkrimi. A mund të lexoj disa vargje? Dëgjoj se çfarë thuhet tek letra e Romakëve kapitulli 3. Siç është shkruar, nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Asnjë nuk bën të mirën, as edhe një. Tani dëgjoj këtë vargun, zënja Wilson. Vargu 19, po te kjo letër. Por dim se sa thot ligji, e thot për ata që janë nën ligj, me qëllim që çdo gojë të heshtë dhe gjithë bota të bëhet fajtore përpara Perëndisë. Kur u përmend fjala faj, zemra e saj që besonte në vetëdrejtësi u prek, dhe ajo shpërtheu në lot. I lexova më shumë vargje duke i treguar se Jezusi e hoqi fajin e saj dhe pagoi për të. Ajo u pendua atë natë dhe pranoi Krishtin. Më vonë, familja e tyre u shpërngul në Alabama dhe unë fillova të dilja me një vajzë tjetër. 3 vjet pasi u shpëtova, pastori i kishës time më mori në Chattanooga të Tennessee për një konferencë një javore. Si du duk konferenca, David? Më pëlqeu shumë, pastor. Kam shumë dëshirë ta studioj fjalën e Perëndisë. Atëherë pse nuk shkon në shkollën biblike? Kush unë? Unë nuk ja them shumë për shkollë. Pse e thua këtë? Sepse unë jam i pari në fis që kam përfunduar gjimnazin, dhe prindrit e mi nuk janë të pasur. Shkolla e lartë nuk është fare në listë. Me Perëndin çdo gjë është e mundur, David. Nëse ai dëshiron që ti të bësh diçka, do ta hap një rrugë. Edhe kur bëhet fjalë për anën financiare? Po, edhe për atë. Ti ke një zemër për Perëndin. Ti e di çfarë thot Bibla. Sytë e Zotit përshkojnë tërë dhe unë për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Si mund të jetë një zemër e ndershme ndaj tij? Ti ke frymën e shenjtë brenda teje. Kështu që kur Perëndia të sheh ty, ai sheh Jezusin. Mbi të gjitha ti ke një zemër të sinqertë për të shërbyer dhe për t'u bindur Perëndisë. Kjo është shumë e rëndësishme për të. E po, në Bibël ka shumë premtime. Dhe të gjitha janë për të mirën tonë. Vërtet mendon se mund të shkoj në shkollën biblike? Sigurisht që po. Sepse jemi vepra e tij e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira, që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to. Si shkoi konferenca, Bir? Shumë mirë. Mbase ndonjë ditë do të jem unë ai që do ta drejtoj konferencën. Kush ta futi në mendje këtë ide? Pastori. Ai këmbgul që të vazhdoj shkollën biblike dhe të mësoj të tjerëve Biblën. Shkollën biblike? Po. Unë kam drejtuar njerëz të ndryshëm tek Zoti. Dhe pastorit i pëlqen mënyra se si e interpretoj Biblën. Asnjë uinget nuk e ka filluar ndonjëherë shkollën e lartë. Ku i dihet? Mbase unë do të jem i pari edhe për këtë. Një muaj më vonë dëmtova syrin. Disa pemtar po spërkatnin pemët e qitrës me një lëndë kimike për të vrarë insektet, dhe një grimse kësaj lënde më hyri në sy. Normalisht, qumshi duhet ta neutralizonte dhe largonte lëndën, por atë ditë nuk ndodhi kështu. Derisa takova okulistin i cili ma hoqi. Qëndrova një javë me fash në sy në një vend të errët, dhe kalova shumë kohë në lutje me Zotin, i cili i foli zemrës time. Je gati të shohësh dritën e diellit? Unë e pash këtu dritën, mami. Ashtu? Po, Perëndia më tregoi që duhet të jemi hapur ndaj çdo qëllimi që ai ka për jetën time. Edhe atëherë kur nuk e di se si ai do ta bëj këtë. E po mirë, por a shikon të paktën? Shoh se si ai të shtyu ty të tregohesh e vendosur me babin që ai të ishte dorë nga prodhimi i paligjshëm i pijeve alkolike. Ti nuk je nga ato që kundërshtojnë. E di. Dhe shpërngulja jonë në Florida, blerja e shtëpisë pranë kishës, janë të gjitha nga Zoti. E vërtet. Edhe unë e kuptoj tani. Po ashtu ngritja e tendës na solli në besim te Krishti. Më pas pastori më sfidoi të jepja mesazhe të shkurtra nga Bibla në kishë dhe të shkoja në shkollën biblike. Mami, unë besoj që ky është vullneti i Perëndisë për mua. Ke menduar të vazhdosh shkollën biblike? Po, do të bëj gjithçka që Zoti do, dhe do të shkoj kudo që ai do të më çojë. Por si do ta paguash shkollën? Ne nuk jemi në gjendje të të ndihmojmë, David. Dëgjoj,
Sa herë që unë kosit barin e Zënjush Kjurit, ajo më lutet që të vazhdoj shkollën biblike, dhe unë vazhdimisht i them që nuk jam i Zoti me mësime. Por ajo mendon ndryshe. Më ka thënë se do të më ndihmoj. Më vjen mirë, Bir. Një muaj më vonë pasi lëndova syrin, aplikova për të vazhduar shkollën biblike në Tennessee dhe më pranuan. Do të filloja në shtator. Nëna më shoqëroi tek autobusi në Winter Haven. Merre bileton, Bir. Kjo është më e pakta që mund të bëjmë. Ti e di që ne nuk kemi mundësi për më shumë. Faleminderit, mami. Zënjush Kjuri më dha një zarf të mbyllur që t'ja jap drejtorit të shkollës. Mendon se ka para brenda? Po, ashtu mendoj. Ajo tha se do të më ndihmonte me tarifën e shkollës. Këtë mund ta quaj mirësi. Në fakt, duhet ta quajmë bekim. Do të më marr shumë malli për ty, mami. Edhe mua, David. Tani futju mësimeve me kokë. Dëgjove? Patjetër që po. Autobusit ju deshën 24 orë për të mbërritur në shkollën biblike në Chattanooga. Unë shkova me një herë tek drejtori dhe i dërzova zarfin e mbyllur. Ti e di se çfarë ka aty brenda? Po, ka para, por nuk e di se sa shumë. Atëherë shikoje. $500? Wow, kjo është një shumë e madhe. Aty ku Zoti të drejton, aty ai siguron. Mos e haro këtë, Bir. Ditën tjetër në drejtori më dha një punë si larës pjatash në kuzhinë. Në shkollë nuk kishte lavastovilje. Enët zhyteshin në një pjatalarse që ishte 1 metër e gjerë. Një ditë, dikush deshi të më ndihmonte. David, ke nevojë për ndihmë në larjen e enëve këtë mbrëmje? Varet se kush do të më ndihmoj. Nëse dikush vjen dhe pa dashur thyen një pjatë, do të jem unë përgjigjës. E po të siguroj që unë kam eksperiencë me larjen e enëve. Kam larë shumë enë për familjen para se të filloja shkollën. Kam një familje teje të madhe. Në rregull. Mendoj se je e kualifikuar për këtë punë. Vendose përparsen dhe t'i futemi punës. Në programin ton të erës së ardhshme, në përfundimin e dëshmisë së Davidit, do të dëgjojmë se si ai zbuloi një dorë në lavaman dhe se si kjo gjë ndryshoi jetën e tij. Deri atëherë shpresojmë të keni mësuar më shumë për dashurinë dhe mirësinë e Perëndisë për njerëzit. Ai ka një plan edhe për jetën tuaj, dëgjues të dashur. Dhe ky plan fillon kur e vendosni besimin tuaj te Krishti, që pasi u ringjall tha: "Kështu duhet të vuan te Krishti dhe të ngjallej prej së vdekurit ditën e tretë dhe të predikojnë në emrin e tij pendimi dhe falje e mëkateve, ndër të gjitha kombet, duke filluar nga Jeruzalemi." Për të mësuar më shumë rreth planit Perëndis për jetën tuaj, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 kutja postare 2914 Tiranë, ose mund të dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ndoqët programin me numër 361. Kjo ishte pjesa e parë e historisë së vërtetë të David Winget. Të lirë nga pranga të prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.